Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajibin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht ju urojmë të gjithë besimtarëve musliman vitin e ri të Hijrit. Elus Allahun që ky vit i ri i Hijrit të jetë një vit i mbushur me mbarësi, mirësi, begati, lumturi në çdo familje muslimane. Qoftë ky vit i ri i Hijrit një vit paqe, i zbrazët nga luftrat, nga konfliktet, nga gjakderdhja. Dhe inshallah për çdo vit të ri të Hijrit qofshim sa më afër Allahut dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tema jonë për sot do t'jetë çfarë na afron më shumë me Allahun. Kjo është një pyetje që e ka shoqëruar dhe e shoqëron njeriu në çdo kohë. Çdo besimtar dëshiron të di se cilat janë veprat, cilësitë, sjelljet që e afrojnë atë më shumë me krijuesin e tij, Allahun fuqiplot. Kurani i shenjtë, profeti ynë i dashur në thëniet e tij dhe ehli bejti pastër na tregojnë qartë rrugët e afrimit me Allahun e madhruar. Ato rrugë janë: e para, njohja e Allahut. Rruga e parë e afrimit me Allahun është njohja e tij. Në ajetin 19 të surës Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Allahu i madhruar thot: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Sa më shumë që njeriu e njeh Allahun, madhështinë, mëshirën dhe urtësinë e tij, aq më shumë e do atë dhe afrohet pranë tij. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: fillimi i fesë është njohja e Allahut. Prandaj, meditimi mbi krijimin, leximi i Kuranit dhe studimi i argumenteve të ekzistencës së Allahut fuqiplot janë për rrugëve më të rëndësishme të afrimit tek Allahu. Nëse e njeh Allahun me njohjen e vërtet, atëherë e ke arritur frytin e tauhidit, të njësimit të Zotit. Themeli i epërsisë dhe i dallimit mes njerëzve si dhe i gradës së tyre tek Allahu qëndron në njohjen e tij, në njohjen e Allahut dhe në dashurinë për të. Vlera e vërtet e çdo njeriu nuk matet me pasuri, pozitë apo dije të zakonshme, por me shkallën e njohjes së Allahut, të emrave të tij dhe të cilësive të tij, si dhe me dashurinë që ka për atë, për Allahun. Sa më e thellë të jetë kjo njohje, aq më e lartë është grada e njeriut pranë Allahut të madhëruar. Rruga e dytë është devotshmëria, at-taqwa. Pra rruga e dytë që na afron më shumë me Allahun është devotshmëria. Pra një nga gjërat që afron më shumë njeriu me Allahun është devotshmëria, takwaja. Në ajetin 13 të surës Hujurat, Allahu i madhëruar thot: "Inna akramakum indallahi atqakum." Vërtet më i nderuari prej jush tek Allahu është më i devotshmi juaj.
Devotshmëria ka kuptimin të jesh i kujdesshëm ndaj Allahut në çdo veprim, të largohesh nga harami dhe të kryesh detyrat fetare që ti ka ngarkuar Allahu fuqiplot. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Allahu nuk pranon asnjë vepër pa devotshmëri. Ndërsa në ajetin 27 të surës Maida, Allahu i madhuar thotë: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon vetëm prej të devotshmëve. Njeriu mund të kryejë shumë adhurime, por pa devotshmëri ato adhurime nuk kanë vlerën e plot tek Allahu fuqiplot. Rruga e tretë që na afron më shumë Allahun është kryerja e detyrimeve fetare. Në një hadith kutsi, Allahu i madhuar thotë: Robi im nuk afrohet tek unë me diçka më të dashur për mua se sa ajo që ja kam bërë obligim, pra detyrat fetare. Dhe ato janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, të urdhëruarit në të mirë, ndalimi nga e keqja, xhihadi në rrugën e Allahut, e të tjera obligime. Dhe të gjitha këto janë për rrugëve të sigurta që na afrojnë më shumë me Allahun fuqiplot. Prandaj, para se të mendojmë për adhurime shtesë vullnetare, duhet të përmirësojmë namazin, të respektojmë halalin dhe haramin dhe të kryejmë detyrimet tona para atyre veprave vullnetare mustahabe të pëlqyeshme. Rruga e katërt është namazi. Namazi, të dashur vëllezër dhe motra, është shtylla e fesë dhe lidhja më e fuqishme dhe më drejt për drejt me Allahun fuqiplot. Në ajetin 14 të surës Taha, Allahu i madhruar i drejtohet profetit Musa a.s. dhe i thot: wa aqimis salata li dhikri. Fal namazin për të më kujtuar mua. Dhe në ajetin 45 të surës Ankebut, Allahu i madhuar thot: inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Vërtet, namazi ndalon nga veprat e shëmtuara dhe të këqija. Prandaj, namazi ka një vlerë të madhe. Namazi pra është shtylla e fesë, është komësia e muslimanit. Në një hadith thuhet: nëse namazi pranohet tek Allahu, të gjitha veprat pranohen. Nëse namazi nuk pranohet, asnjë vepër nuk pranohet. Prandaj, le të jemi për atyre që e falin namazin me përkushtim, me pranin e zemrës, me frikë respekt ndaj Allahut fuqiplot. Profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, ka thënë: namazi është shtylla e fesë. Kur namazi falet me përqendrim, me sinqeritet, ai bëhet një shkallë e afrimit me Allahun fuqiplot. Rruga e pestë që na afron më shumë me Allahun është përkujtimi i Allahut, dhikri. Një zemër që e kujton Allahun është gjithmonë pranë tij. Në ajetin 152 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: fadhkuruni adhkurukum. Më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj ju. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: dhikri, pra përkujtimi i Allahut, është drita e zemrave. Prandaj, përkujtimi i Allahut nuk kufizohet vetëm me tesbih, që të thush Allahu Akbar, apo Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Por, përkujtimi i Allahut përfshin kujtimin e tij në çdo situatë të jetës. Në çdo situatë, në mirësi, në vështirësi,
në ligësi, në shëndet, në çdo situatë. Duhet përmend krijuesi, Allahu fuqiplot. Dhe kur ne e përkujtojmë, e përmendim Allahun, afrohemi akoma më shumë pranë tij. Rruga e gjashtë që na afron me Allahun është dashuria për profetin dhe ehli bejtin, paqja qoftë mbi të gjithë ta. Pra një nga rrugët më të mëdha të afrimit me Allahun është dashuria për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe për familjen e tij të pastër, ehli bejtin. Në ajetin 31 të surës Ali Imran, Allahu i madhëruar thot: In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua që Allahu t'ju doj. Pra të ndjekim profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot në këtë ditë pra, që është edhe hijretit, për kujtat edhe hijreti i profetit, të nxjerrim mësime nga hijreti, emigrimi, dhe mësimi më kryesor në këtë ngjarje është të emigrojmë larg mëkateve, larg gjunaheve, larg konflikteve, larg mosmarrveshjeve. Ta marrim profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali shembullin në jetën tonë, në sjelljen tonë, në fjalët tona, në veprat tona. Po ashtu në ajetin 23 të surës Ash-Shura, Allahu i madhëruar thot: Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Thuaj, nuk kërkoj për ju shpërblim tjetër përveç dashurisë ndaj të afërmëve. Ky ajet quhet ajeti i dashurisë, ajetul mawadda, të cilin e vërtetojnë shumica e librave të komentimeve të Kuranit, e shumë burime të haditheve të historisë, se ky ajet ka zbritur për të afërmit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, që janë Aliu, Fatimeja, Hasani dhe Hyseni, paqja qoftë mbi të. Këta e përmend edhe i ndjeri përkthyesi i Kuranit, Sherif Ahmeti në përkthimin e surës Ash-Shura. E përmend që ky ajet ka zbritur për Aliun, për Fatimen, për Hasanin dhe Hysenin, paqja qoftë mbi të. Dashuria e vërtet për profetin dhe ehli bejtin nuk është vetëm me fjalë, por me ndjekjen e moralit dhe e rrugës së tyre. Ne sot kemi hyrë pra edhe në muajin e shenjtë Muharram, në të cilin ka ndodhur masakra më e madhe në historinë e njerëzimit, në fushën e Karbelas, në atë fushë ku masakruan familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, me në krye prisin e dëshmorëve, prisin e të rinjve, të banorëve të xhennetit, Imam Hyseni, paqja qoftë mbi të. Prandaj, pra dashuria për profetin, dashuria për ehli bejtin, na afrojnë më shumë me Allahun fuqiplot. Prandaj, le t'i duam me një dashuri të vërtet, të sinqert, duke i marrë shembull ata në jetën tonë, duke u pajisur me moralin e tyre, me sjelljen e tyre, me etikën e tyre. Rruga e 7 që na afron më shumë Allahun fuqiplot është shërbimi ndaj njerëzve. Pra një mënyrë shumë e dashur tek Allahu për t'u afruar tek ai është ndihma ndaj njerëzve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: krijesat janë familja e Allahut dhe më i dashuri tek Allahu është ai që u sjell më shumë dobi krijesave të tij. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: plotësimi i nevojës së një besimtari është më e dashur tek Allahu se sa shumë adhurime vullnetare. Prandaj,
ndihma e të varfërve, jetimëve, të sëmurëve dhe njerëzve në nevojë është një rrugë e madhe drejt kënaqësisë së Allahut dhe afërsisë me të. Dhe rruga e tetë është sinqeriteti. Vlera e çdo vepre varet nga sinqeriteti. Në ajetin 5 të surës Bejjine, Allahu i madhruar thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Ata nuk u urdhëruan për tjetër gjë veçse ta adhurojnë Allahun me sinqeritet të plot. Imam Aliu Pasha Qomvita ka thënë: "Pak vepër me sinqeritet është më e mirë se shumë vepra pa sinqeritet." Një vepër e vogël e bërë vetëm për Allahun mund të ketë vlerë më të madhe se një vepër e madhe e bërë për sy e faqe. Të dashur vëllezër dhe motra, ajo që na afron më shumë pra me Allahun nuk janë vetëm fjalët e shumta e as veprat që bëhen për sy të njerëzve, por ajo që na afron më shumë me Allahun është një zemër e pastër, është njohja e Krijuesit, dashuria për të, dashuria për profetin, dashuria për Ehli Bejtin, sinqeriteti në adhurime dhe në vepra, dhe shërbimi ndaj krijesave të Allahut. Sa më shumë ta njohim Allahun, aq më shumë e duam. Sa më shumë e duam, aq më shumë e përmendim. Dhe sa më shumë e përmendim atë, aq më afër ndjejmë praninë e tij. Prandaj, rruga më e shkurtër drejt afërsisë me Allahun është që zemra të mbushet me dashuri, gjuha me dhikr, me përmendjen e tij dhe jeta me vepra të mira. Atëherë robi nuk ecën më drejt Allahut vetëm me hapat e tij, por e tërheq vetë mëshira e Allahut drejt afërsisë së tij. Sa bukur ka thënë Imam Aliu Pasha qoftë mbi të. Afërsia me Allahun nuk arrihet me prejardhje, por me bindje dhe vepra të mira. E lut Allahun e madhruar të na bëjë për atyre që e njohin atë, e kujtojnë Allahun, e adhurojnë me sinqeritet, e duan profetin dhe Ehli Bejtin e tij dhe afrohen çdo ditë më shumë pranë Allahut me vepra të mira. Allahu ju bekoft, Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.